Mbrëma të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot kemi nderin të kemi të ftuar në studio Profesor Pllumpi Linçi. Profesor, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Një pasanik në krye të KQZ-s. Celibashi shet apartamentit 430.000 euro dhe jep 200.000 euro të tjera hua. Profesor, çfarë mund të mendoni? Si e njihni ju celibashin, profesor? Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, ju përshëndes nga tirania e zjarrit, e hajdutëve, e mizave të kalit, edhe shqipfolësit sërb dhe grek. Dashur shqiptar, këtë javë shumë e nxehtë, se erdhi përfundimi i të dyja partive, si PS dhe PD-ja, fundi i tyre ka qenë dita që i quajtën demonstratë të madhe, të papar, me 200 veta. Përfundimisht e panë dhe shqiptarët se kush janë të dyja partit, slev janë policia dhe populli shqiptar 97%, 3% të quajtur qeveritar, të emëruar si deputet, të emëruar kryetar bashkie, të emëruar kryetar komune. Shqiptarët e mi e mbesuat se të dyja partit janë anti-shqiptare. Të dyja partit e përfunduan duke shkelur flamurën e Shqipërisë, duke shkelur kombin. Edhe armiku shekullor nuk e ka shkelur flamurin, vërtet kemi qenë në luftë me shekuj edhe dekadat e fundit, por jemi thyer, por nuk kemi përkullur si 35 vjet që na kanë hypur mbi kokë, s'ta kanë ngel gjë, jemi futur në lum, na kanë ngelur dhe fijet e flokut. Dhe ju e keni në dorë për shpëtimin tuaj. Pra unë shoh në foto celibashin dashur shqiptar. Celibashin e njoh fare mirë, celibashi duhet ishte para 4 vjet në burg. Ai shihni të dashur shqiptar si qesh, gjaku i juaj, që keni punuar si slevër për 46 vjet me regjimin komunist, për 35 vjet menduat që ishte një shpresë, menduat se ishte për demokraci, por vuani për bukën e gojës. Kurse këta lodhen duke matur parat me metrokup. U kam thënë më përpara. Kurse këto janë 2 muajt e fundit, nuk i masin me metrokup, po i masin me kamioneta. I mbushën makinat dhe i transportojnë në përvendet ku janë tunelet që dikur ishën tunelet gjoja për të mbrojtur nga armiku shekullor. Mendoni, po si ishte e vërtet. Pra, si që thash njëherë, ti them zotni nuk e meriton, ti them shok, a i së shoku im, por vetëm ti them që faqe ti e zez do vuaj në përburgjet e Shqipërisë, po jo dohet i qetë si që është tashi Ilir Meta, po dohet me zinxhir këmbët e duart, duke punuar që fytyrë e ti ta shohë që ka bërë Shqipërisë. Vërtet që është një foto të dashur shqiptar, po që është realitet. Ato para që shihni ju si janë gjë. Ai ka me qindra, ai ka me miliona e me miliona dollar dhe euro. Ky së bashku është Baxhanaku i Fatmir Mediu dashur shqiptar. I vjedhën, i vrasën shqiptarët, çfarë u kanë bërë dhe kanë qenë dhe ku janë sot. Por shqiptarët e mi do t'i shihni këto fytyra të shëmtuara dhe këtyre biografie, këtyre dosje, këtyre shumë e madhe dhe s'ka rrugë dalje, s'ka në kuven në botë, ato para që shihni ju, si që thash janë kopjo, po janë originale, të strehuara në për bunkere, të strehuara në për tunele, të strehuara në për muret e Shqipërisë, i kanë veshush
parat në shtëpitë e tyre, çdo gjë do konfiskohen dhe ato para që shihni dashur shqiptar do të jenë parat tuaja. Ky është zonja gazetare, ky është Celibashi, ju dofta e keni parë si figurë, ky është fytyra me shëmtuar që ka gënjur, ky është në KQZ, drejtori i KQZ-s. Ky dashur shqiptar, votën që keni hedhur në kuti, nuk është hapur asnjëherë kutia. Këta i kanë bërë planet të dyja partitë, siç po dalen dhe vetë nga PS-a ne e dim, siç po dele djali i ri që kërkon të votojë për PD-n, që ishte në burg një vit që i bëri dhe flokët. Aq bukur ishte burgu, i bëri dhe flokët. Ai ka thënë që Berisha e ka firmosur me Edi Ramën që do të jetë deri më 2030. Pavarësisht se këta janë me orë, unë u kam thënë qeverinë teknike e kemi bërë. Pra, gazetare, ky është Celibashi i KQZ-s, ky është më anti-shqiptar. Edhe bën veten si jurist, po ky s'është gjë tjetër, është një mizëkali, është një shqip folës, është një anti-shqiptar, është një sërb edhe grek. Mos marrëveshje të brendshme për pushtet në PS, Balluku përçan Spiropali. Nga vjen gjithë kjo mos marrëveshje në PS, profesor, midis deputetëve që po i shikojmë. Si Spiropalin dhe Balluku. Po e shikoj edhe foton, e jam edhe në djeni të dashur shqiptar si Spiropali, si Balluku, kanë vjedhur. Tashi erdhi koha dashur shqiptar, siç u kam thënë, këto fytyra vinin në për ambasadën, rreshtonin në mes të natës, kallëzonin njëri tjetrin. Se kush ka vjedh më shumë. Jo e keni parë dhe në parlamentin që e kanë treguar fytyrën e tyre, kur thoshin, ti kostumin e ke më të shtrenjtë se mua. Ti ke 2 vila, punë e madhe se unë kam 1 vilë. Ti ke 10 vila, i thoshin tjetër. Pra, këto fytyra dashur shqiptar u doli në shesh. Pse u doli në shesh? Sepse Edi Rama i detyrovi. I detyrovi, sidomos Niko Peleshin, Ballën, Manjan, Çuçin, i detyrovi që të mos i jepte imunitetin, do të mos ishte në favor të Spakut, i blodhi me zor dhe u tha, do votoni këtë që them unë. Por, gjithmonë del e vërteta dhe realiteti. Pra, në këtë foto që shihni, ajo ishte ministre e jashtme, u hoq automatikisht dhe u thot, të gjithë, me qenë se unë do mbyte me unë pas Ballukut, fillojnë përçarjen njëri tjetrit. Kjo racë, kjo fytyrë e këtyre që shihni në foto, përveç atij ish gazetare i kesh aty, del për ditë në gazetat, në për televizoret, dhe sidomos po dal nga tema, ky gazetar që shihni ju, i thot vetes edhe profesor, sot ka bërë një deklarat serioze dhe shumë e fortë dhe i ka thënë Berishës që Berisha, deputeti tënd, shkeli flamur e Shqipërisë, ka shkelur kombin. Pra, gazetare, këto fytyra të urryera për shqiptarët, këto u erdhi dita që këta dojen në arrest që të gjithë. BE demaskon Rama, nuk ka integrim, plotëson kushtet. Profesor, a mendon që Shqipëria do të hyjë në BE? Dhe Shqipëria ka 35 vjet që pret futet në BE. A mendon që do të realizohet kjo? Shqiptarët e mi, gazetarja pyet, gazetarja dëgjon, ka kohë, dhe të dhenat që kam për gazetaren, ka linë në kampin e intrenimit, i digjerat, e kam fjallën për gjithë ata patriotët familjet, për gjithë intelektualet janë pa punë. Sepse, por të dalë në BE-ja, Bashkimi i Evropës, ajo Evropë që na ka captuar ne,
ajo Evropë, ajo Francë, edhe Englezët që na coptuan, e na i marë kohën e fundit, edhe Qamërin, e bukur, edhe Kosovën, ja dhanë Titos, Qamërin, ja dhanë Grekëve. Na ka shpërndar fije, pra dashur shqiptar, beja që thot gazetarja, Bashkimi i Evropës, në krye është Gjermania. Gjermania është gjaku jonë, si që kam të gjithmonë, edhe Austria. Kër u bashkua Evropa gjoja, që u bashkua në fillim, ishte edhe Ingiltera, Britania. Por e pa se Amerika donte Gjermanin, që ti ishte komandanti kryesori i Bashkimit të Evropës. Englezët e kuptuan, bishin ndërshal dhe u larguan. Pra, Edi Rama dhe Berishën, jo vetëm Bashkimi i Evropës, gazetare, edhe ju vëllezër e mi kudo që jeni, nuk kanë punë më. Nuk i pranojnë më derët. Le, që po u them me një fjalë, dofta nuk u pëlqejnë disave, hajdutëve, nuk ka Bashkim i Evropës. Kjo lufta e tretë është e qëllimshme për të bërë Shqipërinë me kufi natyrore dhe për të ndarë Evropën se kush shtetin e tij që ka patur, se kush të ketë paranë e tij. Kjo ishte një e qëllimshme Bashkimi i Evropës për të mbledhur, por ishte shumë gabim sepse hynë të gjithë në Bashkimin e Evropës lindorja, të gjithë raca komuniste. E shihni dhe vetë kush është në Bashkimin e Evropës, cili deputet janë si Beleri, që u e njihni fare mirë, ka qenë në burg një cop ignorant, një rrugaç, një vrasës që vrau në peshkopi në kufi, që vrau oficerin dhe ushtarin në gjumë. Ky person është. Ky person si ky kallëp janë në Bashkimin e Evropës. Përfaqësues, më thënë, ky kallëp është përfaqësuesi i grekëve. Do më thënë grekët, o më mirë të them, bulgarët, rumunët, çekoslovakët, gjithë baza e lindës komuniste kanë zgjedhur llumin e llumit që është në Bashkimin e Evropës. Këto fytyra të dashur shqiptar, pra Bashkimi i Evropës, pavarësisht se kishte miq përpara Edi Ramën ose Ali Berishën, por erdhi koha edhe Evropa, ne kemi një rregull dashur shqiptar. Me thënë troç edhe shqip, ne kemi zënë për gryke palot e komunistëve që janë këtu dhe bolshevikët që janë në Evropë, në Bashkimin e Evropës. Nuk kanë kuvend. Do vinë aty ku themi ne. Ata e kanë dërguar, çdo ditë po dërgojnë Edi Ramës, largohu nga qeveria, shko drejt burgut, nuk ke me Evropë. Edi Rama para ca kohe doli me një pasaportë në dorë dhe kishte dërmend të bënte edhe fytyrën e tij që do vej Shqipëria. Populli shkret shqiptar është gënjyer me dy partitë. Besonte populli shqiptar se vërtet do vinte në Evropë. Po shqiptarët në Evropë janë. Kanë drejt të shkojnë kur të duan. Në Evropë janë. Por Evropa kërkonte parat e shqiptarëve. Ambasadorët që janë këtu, përsëri, po e përsërit me këtë rast, ambasadorët që jeni në Shqipëri, përveç ambasadës time të Amerikës, përveç gjakut tim Gjerman, e Austrisë, 3 ambasadat e kanë fjalë, të tjerat, bëuni gati, do pagoni dëmin që i keni vjedhur shqiptarëve, do pagoni dëmin që i keni përqarë shqiptarët, do pagoni dëmin që keni dalë si guvernator për televizor, çfarë nuk keni vjedhur në tokën e Shqipërisë. Por aman, çdo gjë që është e ndërtuar në tokën e shqiptarëve, ju nuk do të keni me kurrë. Plus, ne do të bllokojmë bankat kudo që jeni për dëmin që keni ngritur hotele, që keni dëmtuar tokën e Shqipërisë, që keni dëmtuar tokën e patriotëve të Shqipërisë, të pronarëve të vërtet, që deri më sot
ju shqiptarë që më dëgjoni, e dini vetë. Deri më sot pronarët e vërtet, jo që s'kanë marrë asgjë, po i kanë sërolotur në përgjyqjet, u kanë marrë dhe atë djersën që fëmijët e tyre punojnë jashtë, i ka gënjerë avukatët janë me diplomat e plepave, i ka gënjerë qëllimisht, i ka marrë atë gjakun që i birja po i bia punon në Evropë, pastron Evropën, punon sakrificë me 2 punë, i sjell para tu që t'ja marrë gjyqtarë. Gjyqtarët e prokurorët, e avukatët janë të njëjtë, pra do shihni e do habitin shqiptarët e mi, cilit janë prokurorë, cilit janë KLP, ju e pat vetë në KLP, më vjen turp e zorë, të them për KLP-n çfarë fliste në telefon. Unë nuk kam thënë dashur shqiptarë, ne dëgjojmë me gjilpërën. Kur them ne, edhe unë jam aty. Dëgjojmë çdo gjë, se kanë vjedhur, si shajnë, çfarë pazari bëjnë, si bëjnë pazar me evropianët, quhen Evropë. Por do tjetë shumë shpejt dashur shqiptarë. Nuk janë me vite, nuk janë me muaj, me ditë. Shqipëria do tjetë shteti 51 i Amerikës, po kuptoni, jo të ketë Amerika në dorë. Shqipëria do tjetë baza kryesore dashur shqiptarë, sepse këtu është trumbullari. Kush e do Shqipërinë, fiton luftat botërore. Shqipëria është një vend strategjik, një vend që janë një racë, nuk jemi 100 e ca racë, ju e patë edhe vetë që gori dashur shqiptarë, ajo Franca. Të gjithë kryetarët e bashkive, nuk jam kundra të zinjve, sepse në Amerikë po t'i thuash i zi, a ishtë i deruar. Po t'i thuash negër, a i të vret. Po t'i thuash i zi është. Pra, të gjithë kryetarët e bashkive në Evropë janë të zi. Sepse ajo ratë s'ka vajtru kudo, kurse ne jemi të pastër, duam të na bëjnë me lumin, po sa e shpilin që këtu. E sa janë patriotit që po vinë çdo ditë në zyrë, sa s'kam më fuqi të fle, sa pres e vonojmë që vi, u kërkoj falje që nuk vi do të dori 6, se po vinë me qindra dhe mira, po vinë njerëzit që janë në PD e në PS dashur shqiptar. Unë nuk kam bërë thirrje. Mua nuk më intereson se kush është në PD e në PS, dera juaj shtapur. Pra të dalim në bashkimi i Evropës, nuk i lejon. Aty kanë nxjerrë mirë fytyra dashur shqiptar. Në këtë Evropë dhe në këtë Ballkan, këto fytyrat janë më të poshtë. Por mungon edhe Berisha. Shikoje, Serbinët arrin në tokën e Shqipërisë kërkonin të bëni rëmuj. O shqiptarët e mi, ne kemi deri në Athinë, ne kemi deri në Beograd, është toka jonë. Do me thënë, Macedonia e Aleksandrit është tona. Një pjesë që kanë bulgarët, e ta marrën të që kanë. Po është tona e gjitha. Erdhi koha shqiptar, zgjohuni, se fytyrat e këtyre nuk do ekzistojnë më. As na bëhet vonë fare, sepse qa thot Serbia. Serbia ka mbaruar çdo gjë. Pra, dashur shqiptar, kur asnjëherë të dalë në fjalën e gazetares që thot, a do e hyp ndonjëherë? Gazetare, këto janë mashtrime, këto janë i kanë bërë këto të 2 partit që të gënjejnë shqiptarët, po shqiptarët janë në Evropë. I kur të dojë, ka pashaport me të gjithë Evropën. Pra, kjo është puna. Pra, shkurtimisht dashur shqiptar, nuk ka bashkimi i Evropës, ka vetëm një gjë për një shqiptar. Bashkim një urë pre këtu e në New York, Shqipëria dohet 51-shi, Shqipëria do ketë paranë e saj, shqiptare, do ekzistojë çdo gjë, sepse ky flamur dashur shqiptar është me shekuj nuk bahet mend sa deri në piramidat në Egjipt është gjua shqipe, gjua gegërish dashur shqiptar. Për te oqeanit dashur shqiptar, në ky flamuri është kushtetuta e kanunit.
Kjo kushtetut që kam këtu është e kanunin. Nëse ju të rinj nuk e kuptoni kanunin, hapni filmat e Teksasit, të njëjtin veshje mbante Shqipëria, të njëjtin mbanin armë, nuk e vriste njeri tjetrin mbrapa kurrizit, po i thoshte të kemi hasm njeri me tjetrin, ballë për ballë, apo e sqaronin. Pra dashur shqiptar, erdhi koha e shqiptarëve, lum ai që do jetojnë në Shqipëri, pra unë do flas më vonë shumë gjerë. Pra gazetare kur asnjëherë nuk do ketë kur Bashkimi Evropë. Lufta që po bëj, kjo luftë shumë e ashpër, do t'ja shpjegoj njerëzve, kjo luftë që po bëhet vetëm për coptimin e Evropës. Taulan, e lexova me vonesë një deklaratë tënde publike dhe jam dakord për thirrje grupi për çështjen e Ballukut, Spiropali. Çfarë po ndodh me PS? Shqiptarët e mi. Dashur shqiptar, Spiropalin unë e njoh para 20 e ca vjetëve. Më ka ardhur, unë kam qenë me emision, për herë të parë kur është bërë Hoteli Rogan, më ka ardhur, sidomos Spiropali, me vite keq kur e pash, veshjen e saj, fukarat, tamam, si gjithë shqiptarët, ishte bashk me kryetar, ish kryetari i bashkisë të Tiranës, së bashku, ishin 3 veta dhe një vajzë tjetër, me Flok Kaçorele e mbaj me shumë bukur, ajo ishte ministri i jashtme që ka vjetur Bregdetin në Sarand, e në Dhërmi, e kudo, bashkë me shoqë. Pra, e njëjta, është intelektuale, është e zgjuar, por erdhi koha të përçare. Erdhi koha e kuptuan, dashur shqiptar, e kuptovi fare mirë, Spiropali, deri dje i tha Edi Ramës Skënderbej. Kemi Skënderbejn. Kurse sot, thot kundra Skënderbej. Pse? Sepse Taulan Balla që e shihni në foto të dy, të afruar njëri me tjetrin, me qef, sa kishte filluar të vidhte Spiropali, po ashtu edhe ky djali Librazhit, kishte filluar më përpara se ajo të vidhte. Pra, e di si është puna dashur shqiptar, që është përçarja, sepse Edi Rama i mblodhi deputetet e tij që kishte emëruar vetë dhe u tha, nesër do vini në parlament, do vem dhe do votojmë kundra SPAK për imunitetin e kam fjalën. Dhe nuk i la të vizitonin. Taulanti, pardje, doli ndërsirë ujë, sikur i hitin ujë në kokë, me gojë të mekur, e di që është drejt burgut, unë i kam thënë, doli dhe tha, ai që s'ka qenë, do me thënë të heqet nga partia. E kishte fjalën për Spiropalin, sepse Spiropali nuk vajti. Spiropali në parlament para se të bëshin votimet, ka thënë fjalën reale. Është ngritur dhe ka thënë mua më hoqi Sali Berisha e jo Edi Rama. Dhe kjo është mesazh e vërtetë. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar, kryeministri sot është Berisha. Së bashku edhe zëbiqari është Edi Rama. Pavarësisht se Edi Rama aq ka vjedhur, aq para ka, sa të mos punoj asnjë në Shqipëri për disa vite. Ato do t'jenë tuaj. Pra, shkurtimisht, se s'kemi kohë, shkurtimisht po them, Spiropali e ka shkruar shumë bukur, shumë gjatë, po, gazetare si duket ka marrë vetëm titullin. Taulan, e lexova me vëmendje deklaratën tënde publik dhe jam dakord, thot, për të mbledhur, do me thënë ata 83 deputet, për të mbledhur bashkë dhe për të sqaruar njëri me tjetrin pse votuat kundra SPAK-ut. A here kur të mblidhen nesër pas nesër, do mblidhen shumë shpejt, do dali e vërteta se Edi Rama atë ke 2-3 vete ajo. Të gjithë do thonë, po, na ka detyruar Edi Rama. Po pse e thonë? Sepse u erdhi vdekja dashur shqiptar. Unë nuk kam thënë fytyrat e këtyre kanë 2 gjëra këto ditë. Të dalën në publik, mua më vjen keq për të rinjt, për të burgosur,
sepse ne jemi shqiptarë duhet të shtohemi, jo të paksohemi, ne duhet të afrohemi njëri me tjetrin, të pajtohemi me njëri tjetrin, motra me vëllan, se këto dy partit ishin anti-shqiptare, e jo të vritemi, e jo të i futsëm në burg. Por këta të dalën përpara, të lehtësohet dosja, se burg po do ven, të thonë të gjitha para publikut, po kemi vjedhur, ja ku i kemi, me çdo vend, tu hapim shqiptarëve, dhe po të jenë të zotë këta, basin dalën nga burgu, janë të zotë, le të bëhen milionerë. Por këta, të dashur shqiptarë, më vjen zorë që e them, sepse janë shqiptarë, të janë llumi i familjeve. Këta vjedhen e nuk kanë ditur si të vjedhen. Këta nuk dinë si jetohet dashur shqiptarë. Vërtet këta mbajnë femrat, zonjat e këtyre, mbajnë çanta nga $10,000, mbajnë ora floriri, gjingla në përfytyr, su ka lezit. Gje e vjedhur nuk e thonë kot, është arram. Gje e vjedhur nuk mbahet dashur shqiptar. Kali botës të zbret në mes rrugës, e themi një shqiptarë. Pra, gazetare, këtyre e erdhi fundi, po këta nuk kanë turp. Këta do të shlyen me burg, tamam si në Texas, me këmbë të lidhura, me duar me zinxhira dhe të punojnë, të pastrojnë Shqipërinë dhe shqiptarët i shëgojnë se që kanë bërë. A keni diçka për të thënë shqiptarëve? Po, unë kam disa gjëra për t'i thënë të dashur shqiptarë. Ne kemi krijuar qeverinë teknike dhe s'ka asnjëri tjetër për të bërë qeverinë teknike. Pavarësisht se këto ditë e taulantje të tjerë thonë që duam 80 deputet, i kemi bërë ne, i kemi me broshur, i kemi me kushtetut. Pra, dojnë 80 deputet, dojnë 21 senator. Qeverinë ne kemi krijuar. Të dashur shqiptar, ne kemi një program. Programi që kemi bërë, është programi që ka kohë që është bërë, është harta jonë që ne ka coptuar, është dhe flamuri tonë. Ky flamur, që u shkel pardije, vetëm i gjë do t'i them Berishës, po dal nga tema, o Berish, ti nuk je budall, ti je intelektual. Je doktor, je intelektual, ke vjedhur shumë, mitë të tënë, por gabimi më të madh që do ngelet një histori, të ngelet ty. Ai deputeti e ke zgjedh ti, e more nga rrugët, duke rënë daulles, nuk është gjë e keqe se bie daulles, po duke rënë daulles e bëre kaq kohë kryetar në një qytet afrësh Në Kamës, nuk e di një mirë emrin, në Kamës, aty ka qenë Universiteti i Bujqësisë, e bëre kryetar bashkie 8 vjet. Volli dynjan. Qa volli? Gjakur e shqiptarëve. Por që ta arrish, deputetit tënd emëruar nga ty, që ati sipte vota, jo lagja, po e familje ti. Që është një copë mish me dy sy. Por do të ngelet ty një histori, si që tha i gazetari, një flok thinju që ishte pak më përpara, ka dalë sot e ka thënë realitetin. Berish, ti duhet urgjent. Ashtu si e hoqe atë ministrin kur ishe kryeministër, për çështje nderi me një vajzë, bënte pazar për punë, urgjent, hiqe atë damkën e zezë që të nxiu. Sepse do të ngelet një histori që Berisha dogji shkeli flamur shqiptar. Ti mund të thuash se kam shkelur unë, po ti ishe shumë afër. Nëse ti e heq urgjent dhe të shkoj drejt burgut dhe ti bëhet gjyqi popullor, çfarë thot populli që ka shkelur, ty do t'ulet pak ajo dosje që ke aq të madhe sa dhe komodinat apo tavolinat nuk e mbajnë me dot. Ajo që u bë dije, pardije,
nuk ishte bërë një historinë e Shqipërisë. Ai polic do të ngelet një histori. Pra, ai polic të vi sa më parë dhe ne, ai do ngelet një histori, ai zotnia, ai duhet ketë gradën më të lartë që mban, edhe duhet ketë një gradë aq të lartë sa në emër të Skënderbeut. Sepse e muri atë flamur dhe e futi një gjë si nena që ushqen fëmijën me qumësh. Po unë të dalë në programi dashur shqiptar. Mua të më gjojnë me vëmendje. Plani ton e para është bujqësia. Të gjithë bujqit që janë në Shqipëri. Komplet, pa përjashtim njeri, pa përjashtim partije, pa përjashtim historinë e tij, si e ka. Do ketë mjetet më moderne të kohës të sotshme, të shekullit 21. Nuk është koha më të ndarë me ujë, me kanale. Është tamam teksturisë si në Amerikë. Me çdo gjë tokë e tij shpohet dhe vaditet. Ne blegtorinë dhe bujqësinë e kemi të parë të dyja këto. Sepse në tokën e Shqipërisë, dashur shqiptar, me anë e bujqësisë mund të jetojnë mbi 30 milion shqiptarë. Në këtë tokë që kemi tani, sidomos Myzetjeja, që në ura e Rokozhinës dhe deri në Bregdet, po thuaj, kalon urën e Mifolit, është bujqësia, që bëhet çdo gjë. Po ashtu, në zonën e Korçës, që quhet Maliqi, janë 4 ferma, dikur kanë qenë ferma të komunizmit, po ashtu dhe Devolli, që e mban Shqipërinë. Kjo është plani i parë, toni. Nuk e themi këtë dashur shqiptar për vota. Ne s'kemi nevojë për vota. Ne quhemi shpresa e kombit. Ne kemi ardhur për të bërë Shqipërinë. Po që të bësh Shqipërinë, përpara duhet të gjesh bujqësinë, blegtorinë, sepse Shqipëria do bëhet një kamp turistik. Do vinë turistat nga Amerika me avione o postafat, dashur shqiptar. Po kur të vinë, do vinë në për hotelet, në për plazhet. Po të shtunë e dilë, do veçgojnë historinë e Shqipërisë. Sepse ne do hapëm një ministri të veçantë. Çfarë ministrie? Ta dini edhe ju, dashur shqiptar. Do mbledhëm artistët më të mirë, piktorët, këngëtorët, shkrimtarët, ata që bëjnë filmin, aktorët, që ti tregojnë botës se me anë e pikturës, të skulpturës, të këngës, është historia e çdo shteti të botës. Unë e thash pak më parë, edhe piramidat që janë sot në Egjipt, e mira vjetë, është gjuha shqipe. Ja pra, po mos ishin ato të shkruara, nuk e dimim si ishte historia. Pra, asgjë s'ka të vërtet. Dhe pas kësaj ministrie që do jetë me këngëtorët më të mirë, që të paguajnë aq shumë, jo të vënë e të kërcejnë në përvallet e përdasme. Artisti që këndon, se atë që kemi vënë në televizor, këndon për kombin. Kush na ka coptuar? Pse na kanë coptuar? Pra këngëtorë si këta kërkojmë. Jo këngëtorët që janë në përdasma dhe nuk duan të dinë çdo të thotë kombi. Duan këngëtorët që këndojnë çka ka ndodhur 35 vjet. Ku janë emigrantët që qajna dhe ditë të vinë në tokën e Shqipërisë? Ku janë njerëzit që janë mbytur me varka? Ku janë njerëzit sot? Kjo është historia. Kjo do jetë një nga ministriat më kryesore. Një të thosh një sekretari, sepse në Amerikë quhet sekretar. Po. Dhe në Shqipëri quhen ministra. Ju e keni tekstuar disa herë dhe keni thënë profesor. Do të jetë ministër, po që quhen sekretar. Pra, të dashur shqiptar, e dyta nga këto do të jetë pensioni. Nuk e them përsëri, po e përsërit për vota. Po e them, të dashur shqiptar, pa pensionist nuk ka jetë. Sepse ata pensionist kanë punuar
Ata kanë fëmijë, nipra, stërnipra, të shohin një ditë të bardhë. Me pakta, me ulta do t'jetë $600 në muaj, që është shkruar me 2100 dashur shqiptar. Me 2100 është këtu. Pensionistët të shohin një ditë të bardhë, të marrin $600. Dikush mund të thotë, po ku i gjeni parat? U vetëm diçka shkurtër e them. Po këta rrugaqë që i pat ato parat me miliona dollar, a i dini që pensioni duhet mirë të $2000 sot në muajt? Shikoj se i kanë parat, një person, ato si janë gjithë dashur shqiptar. A i ka një bunker me para, ka hotele, ka në rrugën e Elbasanit hotel, me plazh, fytyrë e tij, e shëmtuar. Po se mos këtë pensioni? Pra, $600 janë pak, plus do t'jenë $150 për ushqime, gratis. Jo për vesh mbati, $600 bëj çfarë të duash. Plus, çdo vit do e 10% interesi që të ngri, do vesh $700. E nëse s'ka punuar një ditë të dashur shqiptar, është në moshën 73 vjet, ka të drejtë të marrin pension të plot. Si në Amerikë. Spitalet do t'jenë gratis. Dikush mund të thotë, po komunizmi ishte gratis. Jo, komunizmi si kishte gratis. Dashur shqiptar. Sepse ti punonje për buk that. Punonje si sklever. Ajo ishte për spital, për çdo gjë. Por pse është gratis? Sepse edhe një fëmijë, një pilot, besa jote, do t'jetë 13 vjeçe në gjimnas. Do vetë punoj 2 orë, pas dite. Se nuk ka pa punë, duhet të punosh. Do marri një çek, në atë çek do t'i mbaj 6%. Pra, që e vogël, do punoj tër jetën, deri në pension, ato parat i merr shteti. Dhe shteti dashur shqiptar ja jep inshurancën të spitalit. Ti je i smur, o nuk je, ti kanë mbajtur parat. Ke drejt vesh në spital, gratis. Ke drejt kesh dhomën më vete, si në Amerikë, televizorin, të kesh menjun, çfarë do në mëngjes, çfarë do drejt. Nuk janë ëndra dashur shqiptar. Këto duhet i kishin shqiptarët para 35 vjetëve. Pra, shqiptarët e mi, tjetra, është arsimi. Pa arsim, pa kulturë, nuk ka qeveri, nuk ka politikë, nuk ka jetë. Si që kanë bërë tani gjithë shkollat, të gjithë fshatrave, ne jemi fshatarë. Dikush më thotë u bëra qytetar unë Tiranë, qa qytetar je? Ti je fshatar, ne jemi fshatar të gjithë. Është nder ti thuash jam fshatar. Sepse fshatari mbjell perimet, fshatari mbledh drithin. E ati fshati ha. Nuk ka në kullën t'jesh në katin e 9. Si që janë tash në Tiranë, merr $80 në muaj pension, si do jetoj? Ose në fshat, e mbjellje diçka, pa marrësisë së lentën. Pra, arsimi është gjëja më kryesore. Arsimi do ketë që në foshnjore, fëmijët e vogël, do marrin $1000 në muaj. Ata do pagojnë në muaj. Dashur shqiptar. Sipas kategorisë në universitet, do arrit rroga deri me 3000 e ca në muaj. Tjetër, pa qetësi, pa mbrojtje, s'ka jetë. Policia. Policia dashur shqiptar që është përdorur dhe është në këtë minutë që unë flas sllev. Do paguhet 1200 në muaj. Në 2 javë? Më falni, në 2 javë. Më falni gazetare. Në 2 javë, e kemi në 2 javë dashur shqiptar, më 2 javë 1200. Më 2 javë, plus vesh mbathje. Që kur dali polici dashur shqiptar, të vishje 2 herë në ditë. Mos bjerë erë djerës. Aman, që ta preksh policin, duhet me ndojsh mirë. Do kesh fatin nëse ai nuk të vret. O do burgose shumë rënd, sepse ai simboli ka shqiponjën në kapel. Jo si tani, që godasën policin, policat vrapsen, kurse drejtorët e policisë, është do hikini ju drejtorë. Që i keni bërë sllev policin. Pra, dashur shqiptar,
Dhe e gjashta do t'jetë shqiptarët kanë luftuar me shekuj. Ta zemë që këte nga Skënderbeu, po jemi e më përpara, kanë luftuar, janë vrarë. Sidomos në luftën e dytë botërore, dashur shqiptarë. Shqiptarë duhet ta dinë. Unë e di fare mirë historinë e Shqipërisë, realitetin. Jo mashtrimin. Në luftën e dytë botërore, dual shqiptarët për herë të parë dhe i quajtën nacional çlirimtare. Or, kishte mbrapa një bisht. Dual patriotët dhe krijuan ballin kombëtar për të mbrojtur kombin shqiptar. U bashkuan të dy në Mukaj, këtu në Tiranë. U bashkuan dhe thanë, ju jeni nacional, ne jemi të ballit, ju shumë shpejt do t'jeni bolshevik, me Ladim Popovici me Dushanin, po ishte në mbledhje, i bëri, filluan, si shduan këto dy partit, të bëjnë luftë civile. U bë luftë civile. Raman, ata që luftuan nacional në luftë, që më vonë u quajtën komunistë, partizan, ata ishin u luftuan si patriota. Nuk luftuan si komunistë, se nuk u tha realiteti. Po, në 24, para 24, filluan po vrisin njëri tjetrin për të zënë pozita. Njëri tjetrin. Si Sadik Prentja. Një patriot e pa dhe u largua, thanë, që nga bolsheviku. E kapën, po ishe shumë vonë. Pra, patriotet janë vrarë me shekuj. Ballistat janë vrarë me shpirt. Sidomos gjithë patriotët e vrarë, po them që në kohën e Skënderbeut. Do bëhet aty në Skënderbeu, në herojt tonë kombëtar, në shqiptari gjysh stërgjyshi. Do jetë aty muri me 2 metra e lartë dhe do shkruhen emrat e patriotëve të kombit shqiptar, dashur shqiptar. Jo si tani, që janë disa busulla, disa struktura në bolshevik sërb, që nuk do të ekzistojnë në tokën e Shqipërisë. Po dojen patriotët që të vjen nga një lule dhe të vjen emrat e realitetit. Kush është Shqipëria? Pra, shqiptarët e mi ka ardhur koha e realitetit. Po disa mund të thonë ku do gjete këto para. E pra, një person, atos janë gjithë dashur shqiptar. A i dini ju dashur shqiptar se tunelet janë me para, me të vullosura dyert? Janë biliona, jo miliona, biliona. Ne e dimë dashur shqiptar që janë 11 bilion, janë 35 bilion dollar. Plus që janë zënë në përbanga. Unë përsëri u them gjithë shqiptarëve ku do dhe në botë. Nëse një person e di se X-i ka para në bankët, a i merë 10%. Ne i kemi blokuar shumë para. Nëse një person e di se kuj ka fshehur parat, pavarësisht se dihen me anë satelitit, ai person merr 10%. Dhe emri i tij nuk tregohet. Kështu është dhe në Amerikë, dashur shqiptar. Sepse parat që janë do t'u ipen shqiptarëve, parat që janë do t'u ipen fermerëve, unë i quaj pujk, po ka dalin fjalë fermer, do t'u ipen atyre, që si të mbejnë më shumë blegtori, bujësi, që t'i shesën botës. Dofta disave nuk u vjen mirë, dashur shqiptar. Filinçi nuk do leri që të hyjë në tokën e Shqipërisë, por do dali jashtë, shite. Çfarë s'kemi ne? Naftën. Nëse nafta jonë hapet këtu, kjo nuk është mashtrim, gënjeshtër, por kjo është realitet. Gjithë lindja, aty ku bëhet luftë e naftës, nuk ka pikë, shkon nga Shqipëria, dashur shqiptar. Për këtë duan se si grekët, qeveria greke, si që e firmosi Berisha që i dha detin,
Jo, sa temi ne jo. Po të mos ishim ne dashur shqiptarë do ishën ndarë në 3-4 pjesë. Po jo, është Amerika. Unë nuk kam thënë gjithmonë, Amerika është këtu. Pra programi jo dashur shqiptar ka 51 pikë, gazetarja u a lexon çdo ditë, e do të lexoj çdo ditë, janë realiteti. Bilem unë su kam thënë gjëra që do bëhen më mrekullueshme. Se çdo njeri sot mendon e shikon amo pilin që na tërrollosin. Zbehet kjo, e ëndër, jo dashur shqiptar. Shqiptar duhet të ishin më përpara. Do të ishte çdo shqiptar të kishte pasuri, flori, të bëhe Shqipëria me kufi natyror, të bëhe turizëm dimër behar, klima jonë në Bregdet, është ngrohtë, në mal ka dëbor, ski, çfarë nuk bëhet në Shqipëri. Shqiptarët janë zotë, punojnë nga 2 punë në Amerikë, shqiptarët punojnë nga 2 punë. Pra, erdhi koha juaj dashur shqiptar, unë u bi thirrje nga zemra, e janë antarët që jeni në PD, të quajtur PD, pas është PD, është anti-shqiptare. Antarët që janë pëse ju pa të vetë, priti, do hanë kokë këto ditë njëri tjetër, do vriten njëri tjetër. E janë këtu shfolja juaj. Ne nuk kemi të zemë në gojë se me kë parti keni qenë të zhgënjur për kaq vite, keni qenë të mashtruar për kaq vite, u kanë marrë pasurit për kaq vite, dhe nuk u kanë dhënë asgjë. Keni vajtur në përgjykje nga e para deri e 4, keni zbritur përsëri, janë tallur avukatët, nuk janë avokat dashur shqiptar, ta janë agjentë, ta janë spiuna, që ai që është avokat i vërtet të tregon realitetin, të thotë nuk e për të marrë tokë se janë këta, kurse ata thonë po mi dhe mua $2-3.000, edhe ai avokati ai prokurori do pak para, po edhe gjyqtari do edhe mbyllën, si e vranë gjyqtarin, se që janë mashtrime dashur shqiptar. Unë për fund para se ta mbyll, i drejtohem urgjent SPAK. SPAK urdhin e keni marrë. Bravo. Pamarësisht se Spartak Brown e ke të largët, po është hapur në publik se ti e djali Spartakut. Sepse publiku e hap këto gjëra, qëllimisht, që ke një mbiemër. Dil, fillo arrestimet, se është nevoja më për kushtetutën të pyetsh, e kushtetuta do hidhet koshte plerit, arrestoj njëri sa më parë, sa nuk është vonë zoti Brown. Ju të SPAK-ut, disa keni hotele, vila, por vazhdoni punën, përfundojeni këto ditë, komplet arrestimet, që populli shqiptar ta mbaj mend që ju keni bërë një punë. Nëse ju nuk arrestohen, përgatitja është bërë, do arrestohen nga tjetër kush. Të gjithë këta, ju do bëheni pishman, po dhe që vonë, populli shqiptar do të gjykojë. Byroja kombëtare, që jeni njerëz intelektual, u njoh të shumtit pamarësisht se ju nuk më njihni, si emër më njihni, unë e di se ç'bëni. Shpejt i thoni SPAK-ut, se SPAK-u quhet prokuror dashur shqiptar. Quhet SPAK, është bërë vetëm për Shqipërinë. Ditën që ne bëjmë qeverinë nuk ka më SPAK, ka prokuror, ka njerëz të aftë. Pra, ju të byros kombëtare që quhet në publik e FBI-a, urgjent sa më parë. Jepni arrestimet urgjent sa më parë SPAK-u. Nëse SPAK-u nuk arreston, ju dilni në televizor, keni të drejtë, tamam si FBI-a, të thoni që ne dosjet i kemi mbyllur, që ju i bëni dosjet, nuk i bën prokuroria, i bëni ju. FBI-a jep të dhënat, për arsye pse në FBI janë jurist dhe ekonomist. Ekonomisti ndjek paran, themin, kurse juristi jep dënimin. Dikush më thotë kohën e komunizmit, jo, jep dënimin sipas ligjit. Ajreja e prokurorisë, prokuroria e gjyqtarëve, po gjyqtarë nuk do lëvizën dot, nga kushtetuta që është, e njëjta është. Edhe do japë dënimin, s'ka ku vete. Nëse është i pafajshëm,
Nuk e dënon dot gjyqtari, se duhen fakte, çdo gjë. Por faktet e këtyre hajdutëve dashur shqiptar, dënimi i këtyre duhet të jetë zvarr. A jeni dakord ju dashur shqiptar, gjyq ushtarak këto ditë ju duhet ta bëni. Ju e keni në dorë. Ju e keni fatin e Shqipërisë. Dikush mund të thotë, por më pilin që nga ne pres nga fëmijët tuaj. Unë pres nga ju. Mua po vi çdo ditë që të plotësoj komplet. Ne jemi qeveria teknike, pavarësisht se disa thonë një hije, ne jemi në diell dashur shqiptar, jo në hije. Një hije është kungulli që zverdhet e hidhet në garbiç. Ne jemi hapur. Ne jemi komplet hapur. Ska një ambasadë e huaj, le të vi po doj. Ta provoj të thot një fjalë. Më thoni dashur shqiptar, nga këto dy partitë që keni patur 35 vjet, a keni parë ndonjëherë të veri hartën 4 metra të madhe? Kurse shpresa e kombit e ani përpara është 4 metra. A pra le dalë dhe një ambasadë e huaj të thot pse e ke vend? Dim se qa bëjmë ne. Pra, ju anëzirë sytë kur e shojnë hartën tonë. A pra ajo PD që thot ishe demokrate. Ku e ka hartën e Shqipërisë? Ajo PS-ja që thot, ku e ka hartën e Shqipërisë? Ata nuk duan hartën e Shqipërisë. Ata donin të vidhin, pra do përfundojnë dashur shqiptar, burg dhe burg të rënd. Burg, tamam si kjo kushtetuta, si që thash, kjo kushtetuta që shini ju, është, do arestohen, s'ka ndryshim, erdhi minuta minuta. Dhe PS-ja, këto 2-3 ditë, do rraj njëri tjetrin me grusht. Se ne dim se që bëjmë. Ne dim se që punojmë. Ne vërtet i bëjmë punët avash, po aman, dhe janë 100% sakt. Filin që ka thënë 99%, disave që su vjen mirë, ne e kemi qeverin. 1% në mëngon, cila është 1%? Kërkoj nga ju intelektual të vini zini punë. Ne na duen shumë ambasador në gjithë Shqipërinë, në botë, më fali, në gjithë botën. Por nuk duhet një, të pak të duhet jenë ambasadë 20-30 veta. Shqiptar, intelektual, djem dhe vajza të reja, në gjithë botën do kemi ambasadë. Sepse ne jemi në të gjithë botën si Amerika dashur shqiptar. Atyre që s'u vjen mirë, si ta ka qefin. Pra, e janë sa më parë. E janë sa më parë ju të komuneve. Do hiqen ata që janë. Do vinen vërtet të komunes që janë njerëz të pastër. Sepse ata kanë dëmtuar fshatrën. Kryetari i komunes ka vjedhur. Fondin që japin i ndajnë bashkë. Se këta kanë një marifet dashur shqiptar. Për shembull një që është kryetari i komunes të një fshati të madh, ta supozojmë, kërkon ndihmë për shtetit $200.000. Ta zem, pa janë me miliona. Di si është historia? I thonë do t'japëm 200.000, po ti mbaj 20, të tjerat e këthe kesh. Kjo është bërë. Pra, erdhi fundi këtyre, e janë i këto ditë sa më parë, të shkojnë në zyrat e reja, dikush mund të thotë, po si të shkosh në zyrat e reja? Është Edi Rama, dashur shqiptar, ata ne i kemi përveshë. Po të kemu gati njerëzit të sakt, nesër ne shkojnë në zyrat e reja. U pyesëm ne Edi Rama, dashur shqiptar. Ne s'pyesëm as sërb dhe as grek. Do të shihni çfarë do të bëjmë grekëve, sidomos kryeministit grek që erdhi me një shala tane, të vitë e parat, të mirë të parat e gjaku tuaj në orën 12 të natës. Pra, unë u thash, Amerika ndalovi luftën, sepse e bëri për interes të ti, sot është demaskim, edhe ai do të gjejë vendin e tij për gabimin që ka bërë. Për gabimin që bëri në Amerikë, përsëri ul benzina urgjent në Amerikë, vajti atje ku ishte, sepse nuk mund të bësh gjë ti po ti je president. Për interesat tënde personale bën, po aman e gjen vendin. Pra dashur shqiptar, rroft Shqipëria së bashku me flamurin amerikan të kryqëzuar, rrofshin shqiptarët, dita juaj erdhi dashur. Zyra, ora, foleja, është këtu. E janë një kosovar, shqiptar, se kam dëgjuar në televizor një pis që quhet historian, i tha një kosovari,
Ti nuk je shqiptar. Ai duhet varet për gjuhën. Është një bolshevik, sepse këta historianët, se janë historianë, janë anti-shqiptar. Pra dashur shqiptar, mbajri këtë flamur kudo që jeni. Natën e mirë, të më falni për vonesën, të më falni për që u zgjata shumë, por ju dashur shqiptar, duhet që t'u sqarojmë dhe ne po u sqarojmë dhe çdo gjë që kemi thënë, luma ai që do jetojë në tokën e Shqipërisë. Do ketë hotele, do ketë vila, do ketë tokën e tyre. Natën e mirë, e mbiru pafshim. Profesor, të falenderoj. Të dashur miq, shihemi transmetimin e radhës. Faleminderit.